Lashtësia e kostumeve kombëtare nga trojet fuqizohet me konstatimin e vajzës së alfabetit, Sibela, duke i thënë atyre një dimension më të thellë historik e shpirtëror, si dëshmi e gjallë e identitetit dhe trashëgimisë ndër breza. Nëse dikush më pyetën, po ku ishit ju si shqiptar, po çfarë kishit bëj juve dhe viteve të 90-ta? Ne nuk ishim të fjetur, ne nuk ishim mundësi se si ta shfaqnim atë konëpsin tonë, sepse shqiptarët e manastirit mund të shikeshin, edhe nëse të edukuar, mjaft bukur, ato i kishim si shitës të zarzavateve edhe perimeve të tregun e qarësisë të vjetër të manastirit, por asesi në institucionet të organit shtetërore. Dhe në një moment që më kujtua tjetër, ishte momenti kur babai tim, kur u lind vllau im, deshte ka vendoi emrin Shpëtim, dhe ishte i ftuar nga organet e mbrëmshme, duke e pyetur, nga kush kërkon shpëtim. Dhe më pas, emrin ja vendoi Elis. Momente shumë të vështira për manastirin, unë sot kur shoh këto vajza, sa bukur kërcejnë, unë nuk kam qartë brenda këtyre viteve, son të qava.